Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka shpallur fajtor Altin Hajrin për bashkëpunim në rrëmbim me pasojë vdekjen e Jan Prengës, një ngjarje e ndodhur në vitin 2020 në Kamës, duke dënuar atë me burgim të përjetshëm. Hajri, i cili ndodhet në Arati prej disa vitesh, është pronar i resortit në Shija, ku sipas hetimeve u dërkua viktima pas rrëmbimit, që prej asaj kohe nuk është gjetur asnjë qurmë me trupin të Jan Prengës. Përmes avokatëve të tij, Hajri ka mohuar çdo dieni mbi ngjarjen, duke pretenduar se kur automjeti i autorëve hyri në ambientet e resortit, ai ka menduar se transportoi një person i sëmur. Ai ka kundërshtuar gjithashtu provat e spakut, duke deklaruar se nuk ka asnjë fakt që vërteton përfshirjen e tij. Megjithatë, trupa gjykuese GJKK-s ka vlerësuar se provat e paraqitura nga prokuroria janë të mjaftueshme për të provuar faqësinë e tij, duke lënë në fuqi akuzën për bashkëpunim me rrëmbim me pasojë vdekjen. Për të njëjtën ngjarje më herët është dënuar me burgim të përjetshëm edhe Festim Bizhdili, i cili punonte si kopshtar në resort dhe kishte lidhje familjare me Hajrin. Ndërkohë, një proces të veçantë po gjykohet Dritan Rexhepi, i cili dyshohet se ka porositur rrëmbimin nga një burg në Ekuador. Sipas hetimeve të spakut, motivi i krimit lidhet me grabitjen e një sasie kokaine në një port në Britani nga vëllai i viktimës. Në këtë çështje janë të akuzuar dhe 6 persona të tjerë, të cilët dyshohet se kanë marrë pjesë drejt për drejt në rrëmbimin e Jan Prengës, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të fatit të trupit të tij.